Në qytetin e Krumës u bë promovimi i librit të dedikuar mësuesit të shuar të zonës Ali Mazreku në një ceremoni të ngrohtë dhe të mbushur me respekt për figurën e tij arsimore e njerëzore. Në aktivitet morën pjesë autoritetet vendore të Bashkisë Has, kolegë të shumtë që prej shumë vitesh kanë punuar me mësuesin Mazreku, personalitetet të artit dhe kulturës, ishin nxënësit e tij si dhe familjar, miq e bashkohës, të cilët ndanë kujtime të çmuara dhe vlerësime për rolin e tij si edukator dhe për karakterin e tij të rradh. Libri me autore Satë Bytyçi trajton jetën, veprën dhe kontributin e mësuesit Ali Mazreku në arsimin hasian dhe ndikimin e tij të pakursyer tek brezat. Kjo vepër letrare i kushtohet një burri me hapa të mëdhenj, mësuesit Ali Mazreku, i cili besonte se në këtë botë nuk ka një të vogël, nuk ka punë të vogël dhe se gjithkush ka diçka për të bërë në shërbim të kombit vetë. Ali Mazreku nuk dorëzua kurrë, ashtu siç nuk dorëzohen burimet në kërkim të gjurmëve të detit. Mësuesi ynë nuk kërkoi lumturi të lehtë, por lumturi të merituar. Ai la pas një akt të ri, veshur me shkëlqim dhe vepra frymëzuese e të frutshme. Aktiviteti u mbyll me fjalën e djalit të tij, Mehmet Mazreku, i cili shprehu mirënjohje për autorin, organizatorët dhe pjesëmarrësit që nderuan figurën e të atit. Në emër të familjes tonë, dua t'ju shpreh mirënjohjen më të thellë për praninë, dashurinë dhe respektin që keni treguar për mësuesin Ali Mazreku, për babain tonë, për mikun tuaj. Ky promovim nuk është vetëm një ngjarje letrare, por një kujtesë gjallë e jetës të një mësuesi të mirë që nuk shuhet kurrë. Promovimi dëshmoi se vepra e mësuesit Ali Mazreku mbetet gjallë në kujtesën e komunitetit dhe të brezave që ai formoi me urtësi dhe përkushtim.